mbas edhe njerëzit janë bërë më të ndërgjegjshëm për vlerat e këtij programi. Kërkesa ka qenë jo vetëm në zonën aty ku është e vendosur shkolla dhe ku implementohet programi, por kanë ardhur kërkesa edhe nga borat të tjera, lagjet, si themi, këto lagjet masive të New Yorkut, bilet edhe jashtë qytetit. Duke qenë se është hera e parë që implementohet, është hapur vetëm një klasë. Një veçantë tjetër e këtij programi është që këta nxënës që filluan këtë vit do vazhdojnë prapë vitin tjetër në klasën e parë, do vazhdojnë prapë në klasën e dytë të tretë derisa të plotësojnë një cikël minimumi 6 vjeçar. Por në çdo vit do ketë prurje të reja, çdo vit do ketë një klasë të re, të paktën në shkollën ku ka filluar dhe gjithsesi edhe këto do të në vazhdimsi do të plotësojnë ciklin minimumi 6 vjeçar. Por ka edhe programet që shkojnë edhe deri në klasë të 8 apo shkollë të mesme. Me pamje që pam pak më parë në New York, gjatë vizitës në kuadër edhe të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në ceremoni ishte presidenti i Shqipërisë Bajram Bega, ishte ministrja e jashtme në detyrë e Kosovës Zonja Gërvalla mes pranishmëve që inauguruan këtë nisje, këtë stad. Është e vërtet, patëm nderin që në këtë hapjen solemne të kësaj klase të ishte prezente edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bajram Begaj, ministre e jashtme e Republikës së Kosovës Donika Gërvalla, ambasadori i Republikës së Shqipërisë Ervin Bushati në Washington, por dhe kishim edhe përfaqësues të lartë zgjedhur në organet drejtuese të New Yorkut, assemblymen, kongresisten, kishim edhe drejtues të lartë të arsimit shtetëror. Natyrisht edhe drejtoreshën e shkollës ku implementohet programi, sepse ne jemi kujdesur që ndër të tjera të zgjedhim një shkollë jo vetëm ku popullsia shqiptare është e ndjeshme, e pranishme, por edhe një shkollë që ka rezultate të larta akademike në atë dritaren e përgjithshme të kurikulës amerikane, përderisa edhe ky program i shqip tani është i njësuar me programin amerikan. Zoja Gjongecaj, është një model që së shpejti mund të implementohet edhe në zonat të tjera të New Yorkut, apo tjetë edhe model edhe për shtetet e tjera brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku ka komunitete dhe një numër të madh shqiptarësh? Apo është e vështirë? Interesi është vërtet i lartë. Interesi është i lartë dhe jo vetëm e provuar nga studimet shkencore në lidhje me programet e mësimit të një gjuhe të dytë, qoftë kjo anëtare, qoftë kjo një gjuhë e re, por edhe nga rezultatet në praktik është provuar që ky është në modelet më të përparuara, më të suksesshme për këtë qëllim. Biles edhe vetë ministre e jashtme, Zonja Gërvalla, përmendi që do të ishte me interes që këto programe të aplikohen edhe diku në Europë, natyrisht të marrin ato tiparet më esenciale të programit që të implementohet edhe diku tjetër. Gjithsesi puna jonë është që synimi ynë është që ne ta përhapim këtë në New York. Domethënë New Yorku ka jo vetëm shqiptar natyrisht, por në arsimin parashkollor nxënësit e New Yorkut arrin rreth 1 milion. Dhe të përhapësh të popullsia shqiptare është shpërndarë në të gjitha borët, të përhapësh të program në lagjet të tjera, në shkollat të tjera, ku thash interesi është vërtet i lartë, por përveç interesit kjo është një strategji për të cilën ne po punojmë. Tani ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm, të përqendrohemi në anën më esenciale në mënyrë që të përgatisim qytetarë global që nesër pas nesër të arrijnë të edhe Shqipërinë në vendet të huaja ose të përfaqëson vendet pritëse, ta zëm Amerikën, New Yorkun në vendet am. Dhe kjo do bëhet natyrisht përveç kritereve të tjera, edhe duke ditur më shumë se sa një gjuhë. Dhe kush më mirë se ato që kanë gjuhën e të parëve, gjuhën e origjinës, do të ishte një përfaqësues i tillë. Pavarësisht nga këto, ne synojmë që nxënësit e këtyre programeve të jenë ambasadorë të Shqipërisë kudo që ndodhen, kudo që ato veprojnë, punojnë, duke rritur zërin e Shqipërisë dhe në të vërtetë vetë programi ose miratimi nën kujdesin e Ministrisë së Arsimit të New Yorkut
tregon që komuniteti shqiptar tani ka një zë më të fortë dhe është më i respektueshëm dhe ky zë po rritet dita ditës. Dhe këtë ne duhet ta provojmë me fakte konkrete, me programe të tilla, me zgjerimin e pjesëmarrjen e sa më shumë shqiptarëve dhe rezultatet të dukshme të cilat në fakt nuk mungojnë. Nxënësit shqiptar kanë provuar dhe familjet shqiptare kanë provuar që kanë interes, i japin